Gjatë diskutimeve për projekt buxhetin 2026 në Kuvend, zëvendës guvernatorja e Bankës së Shqipërisë kërkoi që qeveria të rishikojë skemën e pensioneve, të ulë varësi nga buxheti i shtetit dhe të nxjisë zhvillimin e fondeve private të investimeve dhe pensioneve. Banka paralajmëroi se ndryshimet demografike do të rrisin presionin mbi sistemin aktual, duke theksuar nevojën për forcimin e shtyllës së dytë dhe të tretë të pensioneve. Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Kroacia kanë ngritur prej vite shtyllën e dytë të detyrueshme të pensioneve, duke akumuluar fonde mbi 5 miliardë euro që ndihmojnë drejt për drejt zhvillimin ekonomik. Në Maqedoninë e Veriut, fondet private garantojnë pensione shtesë prej 400 deri në 500 eurosh në muaj. Në Shqipëri sistemi ende mbështetet vetëm në shtyllën e parë shtetërore, ndërsa shtylla e tretë, ajo private vullnetare, ka mbi 100.000 anëtarë dhe po zhvillohet me ritme të qëndrueshme. Sigal Invest është sot një pikë referimi për siguri dhe profesionalizëm në tregun financiar. Fondet e saj ofrojnë norma të larta kthimi, të investuara me kujdes në bono thesari dhe instrumente të garantuara 100%. Çdo investim përfiton lehtësira fiskale deri në 480.000 lekë në vit, trashëgueshmëri të plot, raportim në kohë reale dhe mundësi daljeje në pension 5 vjet më herët. Emigrantët shqiptar, të cilët sot përbën një burim të rëndësishëm kursimesh dhe remitancesh për ekonominë, mund të gjejnë tek Sigal Invest mënyrën më të sigurt për të kthyer këto kursime në investime afatgjata dhe fitimprurse. Nëse pensioni shtetëror ofron një mbështetje bazë për jetesën pas moshës së punës, kontributi paralel në një pension privat pranë Sigal Invest i jep qytetarit mundësinë të sigurojë të ardhura shtesë të konsiderueshme. Fal përfitimeve fiskale dhe normave të larta të kthimit që ofron Sigal Invest, pensioni privat mund të arrijë deri në 2 fishin e pensionit shtetëror. Kështu, një individ që kontribon si në skemën shtetërore, ashtu edhe në fondin privat të Sigal Invest, në momentin e daljes në pension mund të marrë të ardhura mujore 3 fish më të larta, krahasuar me dikë që mbështetet vetëm në pensionin shtetëror. Si garanci e qëndrueshmërisë dhe suksesit, Sigal Invest është pjesë e familjes së madhe të Sigal Insurance Group, kompanisë më të madhe dhe më të besuar të sigurimeve në rajon.